Shpesh herë në mëngjes, kur liçeni zgjohet ngadalë dhe qetësia thyhet vetëm nga flatrat e shpendëve, Ridvan Sokoli është aty për të fotografuar botën e egër. Pasioni për fotografin i ka fillesat që në fëmijëri, ndërsa dashuria për natyrën dhe veçnarisht për shpendët e ka shndruar prej më shumë se 15 vitesh liçenin e Shkodrës në studion e tij. Ëndra për fotografin ka qenë shumë e hershme, sepse Daja Muhamet Boriçi më merrte me veti tek laboratori që a quajt atëherë Foto Marubi, ku më shpjegote proceset e larjes filmit, larjes fotografisë, të teknologjisë analoge të asaj kohe. Dhe ma vonë, shumë vite ma vonë, për shkak të pozicionit punës që kam punuar tek për shumë vite në drejtorinë e zhvillimit dhe promovimit në Bashkinë Shkodër, aty u do të për mi dokumentu projekte të ndryshme dhe aktivitetet të ndryshme të promovimit, dhe aty lindi nevoja për me mësua dhe fotografinë. Dhe aty kam zhvillu. Ndërsa për fotografinë e botës egër, përsëri lidhet se unë isha antar profesus në bordin e menaxhimit përbashkët të liçenit Shkodrës, Shqipëri Malezi, i financuar një program zvicran, dhe aty u zbulu një sipar shumë i madh një teatrit natyror, domethënë, të botës egër të liçenit Shkodrës, me mrekullitë e tij. Përmes objektivit ai ka realizuar me qindra fotografi që zbulojnë një realitet të padukshëm për syrin e zakonshëm. Fotografimi i shpendëve kërkon durim, por për Ridvanin çdo moment pritje shpërblehet kur arrin të fiksojë në një kornizë lirinë e fluturimit. Si foto të veçanta unë konsideroj fotografimin e shqiponjës Golden Eagle, shqiponjës malit, shqiponjës flamurit. Është Osprey, shqiponja peshngrënëse, edhe Falco Pellegrin, që është një nga shpend më të shpejt në gjithë globin tonë, që i kem fotografuar në liçenin e Shkodrës. Kurse si foto e veçantë ka qenë disa vite përpara, ka qenë fotografimi i gjarprit ujit duke kullofitur një sharmak, peshkun sharmak të liçenit e Shkodrës. Ka qenë shumë interesante sepse realizimet e asaj foto e bënë në prezencë të shumë njerëzit, cilët po bashin plazh tek Zalli i Bardhë, që është midis Shqirokës dhe Zovit, të rrugës Shqirokë-Zovi. Sa orë të duhet ndoshta me kalu për në liçenin e natyrës për me realizuar një foto që ti ke dëshirë ta? Është një thanje që sjell dekiku nuk sjell moti, kanë thënë vjetrit. Po shpeshtësia, frekuenca e daljes në terren, edhe koha, periudha kohore që qëndron janë dy variablet që mund të ndikojnë në realizimin e fotove, edhe cilësore, patjetër që ti realizon një numër të konsiderueshëm, por këto janë të lidhuna absolutisht janë të lidhuna edhe me eksperiencët e fituara, me shkëmbimin e eksperiencave me të tjerë, me krijimin e networkëve që ne e kemi krijuar tashmë, jo vetëm me fotografë të botës egër të Shqipërisë, po të Kosovës, të Maqedonisë, e kështu me radhë. Pjesëtari një grupi fotografësh të botës së egër, Ridvani thotë se pasioni i tyre është edhe një mision ndërgjegjësues për mbrojtjen e natyrës. Shumë e rëndësishme është edhe grupi jon, Shkodra Wildlife Photography, që përbahet nga profesor Ilir Hebovia, që është organizatori jon, edhe profesor Deni Kulçini, i cili është edhe konsulenti shkencor i jonit, që pak këto dy komponente ta çojnë në thojza suksesi jon do ishte më i vogël. Në lidhje me fotot, në kena realizu, është i panumërueshëm fotot që kena bëhen faktikisht, që mund të llogariten me terabajt, por si foto specie të llojit të liçenit të Shkodrës nga 283, që referohen librit për liçenin e Shkodrës të profesor Dimitër Llorës, ne kemi realizuar rreth 170 vetëm në liçenin e Shkodrës, 170 specie, të cilat disa nga ato janë shumë cilësore, mund të klasifikohen edhe tek fotot artistike, po thona. Sa mendoni ju se kjo punë që bani fotografimi në ndihmon në ruajtjen e biodiversitetit? Unë mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme për sensibilizimin, sepse
me sy të zhveshur nuk mund ta shikosh botën që të rrethon. Nëse ti futesh te bota e fotografisë, do të thonë aty zbulon diçka, gjëra të mrekullueshme që ti nuk i shef, nuk i imagjinon. Dhe sensibilizimi për këto gjëra, domethënë që me sy të zhveshur ti nuk mund ta shikosh, është shumë e madhe. Sidomos mund të them të fillu nga vendimarrësit, nga politikanët, tek ato, tek urbanistët, planifikues, tek njerëzit, tek sjellja e njerëzve, absolutisht. Ajo ndikon edhe në rritjen e sensibilitetit dhe rrujtjes të atyre gjërave shumë të shtrenjta që kena. Dhe orienton, thamune, këto mrekulli që kena, liçeni, buna, grykderdhja bunës, deri te Rana Hellën janë disa kryvepra që na për fatin ton të mirë i kemi. Por këta duhet të jenë referenca zhvillimit për mos më i prek, për më i rujt, dhe të jenë qendrat kryesore, domethënë referencat kryesore që rreth tyre të planifikohet zhvillimi. Ju jeni tashmë në pension për disa muajsh. Si e pritet pensionin? A mos ndoshta që një mirë pritje kjo periudhë për t'ju përkushtuar këtij pasionit? Jo, në vetvete ti nuk e ndhin këtë, e kupton? Është duket normale, duket normale në atë planin tanë si ke planifikuar ti argjimin e kohës gjatë ditës, thon. Është e mushën me mendimet se do të realizoj këtë gjë, do të fotografoj këtë shpendë ose landscape ose gjithçka të bukur që ka territori. Së fundmi Ridvani është shpallur fitues i çmimit të parë në një konkurs të mbar kombëtar fotografie që sjell në vëmendje bukuritë e natyrës shqiptare. Përtej vlerësimeve, ai thotë se çdo fotografi është më shumë se një imazh, është një dëshmi e jetës që duhet ruajtur.